Mirë se erdhët. Në këtë analizë do të zbërthejmë një temë vërtet komplekse, duke e bërë sa më të qartë dhe të kuptueshme. Pra, çështja që do të shtjellojmë sot është goxha intriguese. A është lufta ndaj Iranit thjesht një lëvizje gjeopolitike apo ka diçka më shumë, diçka profetike ndoshta? E po pikërisht këtë këndvështrim do të analizojmë, duke u bazuar në një ligjërat të Sheikh Imran Hossein. Dhe gjithçka nis nga një pikë shumë e qartë. Sipas ligjëruesit, Kurani nuk është thjesht një libër fetar. Ai është çelësi për të kuptuar ngjarjet botërore që po shpalosen para syve tanë. Okej, po cili është saktësisht ky shpjegim? Le të zhytemi drejt në thelbin e argumentit. Pra, sipas këtij këndvështrimi, ajo që po ndodh në lindjen e mesme nuk është thjesht një tjetër konflikt rajonal. As pak. Pra pasaj fshihet një qëllim shumë më i madh, krijimi i një rendi të ri botëror, një rend i quajtur Pax Judaika. Dhe ky term Pax Judaika është vërtet qendra e gjithçkaje. Për ta kuptuar më thjesht, mendoni për historinë. Ka pasur një Pax Britannica, kur Britania ishte fuqia dominuese, pastaj një Pax Americana me Shtetet e Bashkuara. E po, sipas kësaj teorie, hapi tjetër i profetizuar është një epokë ku Izraeli bëhet fuqia kryesore, absolute, në botë. Mirë, por kush është arkitekti i gjithë këtij plani kaq madhështor? Ligjëruesi na drejton tek një figurë shumë specifike dhe tejet e rëndësishme nga profecia islame. Por ja ku është çështja. Kjo figurë nuk mund të dalë hapur pa përmbushur më parë disa misione, disa objektiva që sinqerisht dikur do të konsideroheshin absolutisht të pamundura. Ja pra, cili është plani i zbërthyer në 4 hapa kryesor dhe duhet theksuar, sipas këtij interpretimi, ky nuk është një plan i hartuar dje, është një plan profetik që supozohet se ka qenë në lëvizje për më shumë se një shekull. Dhe tani vjen pjesa më interesante. Si lidhen këto hapa profetik me ngjarje reale, me historinë që njohim? Sipas këtij argumenti, 3 hapat e parë nuk janë më thjesht profeci, janë bërë histori. Mendohet se çdo gjë, që nga marrja e Jerusalemit nga britanikët në 1917, kthimi i hebrejve e deri te themelimi i shtetit të Izraelit në 1948, janë pjesë të këtij plani që është përmbushur hap pas hapi. Dhe kjo na sjell pikërisht në ditët e sotme. Te hapi i fundit. Konflikti aktual, sipas këtij interpretimi, është përpjekja për të vënë në vend pjesën e fundit dhe më vendimtare të këtij mozaiku. Dhe logjika këtu, sipas ligjëruesit, është po aq e vjetër sa vetë historia. Asnjë fuqi nuk mund të bëhet dominuese pa neutralizuar më parë të gjithë rivalët e mundshëm. Dhe kjo, argumenton ai, është pikërisht detyra që i mbetet Izraelit për të përmbushur hapin e 4. Dhe këtu argumenti bëhet shumë specifik. Ai liston shtetet që, sipas tij, kanë rezistuar ndaj këtij plani. Ngjarjet në Libi, Siri, Yemen apo Liban, nga ky këndvështrim nuk janë incidente të shkëputura. Janë pjesë të një procesi sistematik eliminimi. Dhe kush mbetet në fund? Irani, si pengesa e fundit më e madhja. Mirpo, këtu lind natyrshëm një pyetje e madhe. Po një fuqi si Rusia, pse nuk ndërhyn? Përgjigjja, sipas ligjëruesit, nuk gjendet në librat e gjeopolitikës, por në ata të teologjisë. Dhe përgjigjja që ofrohet është, le të themi, mjaft befasuese. Nga kjo perspektivë eskatologjike, mos veprimi i Rusisë nuk është shenjë dobësie apo tradhtie. Përkundrazi, shihet si përmbushje e një roli të paracaktuar. Argumenti është se Rusisë i është caktuar hyjnisht një rol specifik. Ajo nuk do të veprojë si një rival real ndaj Izraelit para se të kthehet Mesihu i vërtet. Pra, roli i saj është të qëndrojë më njan në këtë fazë të planit. Pra, për ta përmbledhur, gjithçka që Rusia po bën apo nuk po bën, interpretohet si pjesë e skenarit të madh, si përmbushja e rolit që i është caktuar në këtë profeci të ditëve të fundit. Pra, përmes kësaj analize, kemi parë një këndvështrim ku gjeopolitika moderne shihet jo thjesht si një lojë fuqish, por si shpalosja e një profecie të lashtë. Dhe kjo na bën të mendojmë sa shumë ndikojnë këto besime të thella jo vetëm në interpretimin e botës, por ndoshta edhe në formimin e saj.